qëllimi kryesor e zotit Ladrovci është me dëmtu Partinë Demokratike të Kosovës nivelin qendror. Në kohën kur na po rritëm secilin komun si Parti Demokratike, ai ka tendencën me dëmtu. Dhe mos të harrojmë një fakt që komplet suporti për momentin që vjen dhe është në linjë me lëvizjen vetëvendosja. Lëvizja vetëvendosja e ka pas një tendencë tillë mëti që mi përqa drenasin, me thyp Partinë Demokratike në bastion dhe sot e ka gjetë një instrument që është kryetari në ikje në këtë rast dhe po çon ujë në umulli të lëvizjes vetëvendosja. Unë nuk e besoj. Pse po thoni që lëvizja vetëvendosja po e suporton? Ku po e mbështetni këtë supozim? Albin Kurtit nuk i vjen një PDK fort. Dhe ku është më e fortë PDK-ja se sot Ndrenas së Ndrenic. Dhe këtë angazhimin e ka me dëmtu dhe me thyp bastionin e PDK-s. Dhe tash e ka gjetë një instrument, së është zoti Ladrovci, dhe komplet supportin, këtë faqet e Albinit që janë ka me kryeministin, janë në përkraje të kryetarit nikje ati themeluesit të iniciatives, po njëkohësisht edhe njerëz, figurat të rëndësishme të vetëvendosjes që kanë qenë deputet, dihen që kërkojnë vot për